Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Persona që flen në anën e djathtë urgjent duhet ta dëgjojnë këtë. Urdhi dhe dhimbja e shpinës shkaktohen edhe nga pozicioni i keq i gjumit. Sot ne do t'ju tregojmë se si disa nga problemet shëndetësore me të cilat ndeshemi në jetë mund të lidhen me pozicione të zakonshme të gjumit, kryesisht kur ju flini me bark apo në anën tuaj të djathtë. Nëse flini në këto dy pozicione, ju rrezikoheni nga urthi. Fjetja me bark ose në krah të djathtë mundet që të shkaktojë refluksin gastroezofageal ose të përkeqësojë shkallën e tij. Kjo ndodh kur acidi dhe përmbajtja nga stomaku shkon në fund të ezofagut duke shkaktuar urdhë, shqetësime dhe shijen e aciditetit në gojë, aromën e keqe dhe ndonjëherë dhimbje në gjoks. Këto dy pozicione janë keq edhe për shpinën. Ekspertët gjithashtu thonë se dhimbjet kronike të shpinës gjithashtu shkaktohen nga këto dy pozicione. Presioni i vendosur mbi shpinë gjatë natës gjithashtu është ekstrem sepse shumicën e peshës tuaj mbahet në këtë pjesë të trupit. Sipas ekspertëve, mirë do të ishte të flini me shpinë duke vendosur një jastëk nën pulpa ose nëse flini në anë, vendosni një jastëk mes këmbëve. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju tregojmë se cili është pozicioni më i mirë i gjumit. Pasi dritat fiken dhe është koha për të mbyllur syt, ka të ngjarë të zdini të njëjtin pozicion gjumi natë pas nate. Ju mund ta gjeni veten të shtrirë në shpinë, në stomak, në anën e djathtë ose të majtë. Pyetja që shpesh njerëzit bëjnë është nëse ka rëndësi pozicioni i gjumit gjatë natës. Dhe përgjigja është se ka disa faktorë të tjerë të cilët duhen të merren parasysh. Qëllimi duhet të jetë rehatia dhe njëkohësisht gjumi i qetë dhe më pas pozicioni, thonë ekspertët, por duhet të dini se nevoja për të fjetur në një pozicion të caktuar mund të ndryshojë me moshën, shqetësimet e ndryshme shëndetësore dhe shtatzanin. Ne këtu do t'ju sjellim një këndvështrim rreth avantazheve dhe të metave të mundshme të pozicioneve të fjetjes gjatë natës. Gjumi në shpinë. Gjumi në shpinë është më i miri për shtyllën kurrizore dhe kyçet. Ekspertët e konsiderojnë këtë pozicion si më të mirin, sidomos nëse bëhet fjalë për dhimbjen e shpinës. Zgjedhja për të fjetur në shpinë ju ndihmon gjithashtu që të shmangni rrudhat të cilat krijohen nga kontakti me jastëkun. Megjithatë, ky pozicion nuk është i përshtatshëm për të gjithë. Për njerëzit të cilët kanë tendencën të gërhasin, ky nuk është pozicioni më i mirë, pasi mund të rrisë më shumë mundësinë e gërhitjes. E njëjta gjë vlen edhe për ata të cilët kanë apnea obstruktive të gjumit, e cila shkakton një ndërprerje të përsëritur të frymëmarrjes gjatë gjumit dhe mund të shkaktojë edhe komplikacione më të rënda. Gjumi në shpinë gjithashtu mund të shkaktojë simptoma të sëmundjes së refluksit gastroezofageal. Nëse flini në shpinë por keni refluks acidi, provoni të ngrini shtratin tuaj. Gjumi në anë. Për njerëzit të cilët priren të gërhasin ose ata me apnea të gjumit, gjumi në anë është alternativa më e mirë. Kjo sepse pozicioni nuk pengon ose ushtron ndonjë presion mbi organet tuaja. Për të njëjtën arsye, të fjeturit në anë është pozicioni ideal gjatë shtatzanisë dhe gjithashtu ai ndihmon për të mbajtur rrugët e frymëmarrjes tepër të lira. Sipas ekspertëve, të fjeturit në anë mund të ushtrojë presion mbi shpatullat dhe njëkohësisht ijet tuaja. Megjithatë, me kalimin e kohës, gjumi në anë mund të shkaktojë vija të holla në lëkurë, të cilat do të shndërrohen njëkohësisht në rrudha. Gjumi në stomak.
Sipas ekspertëve, ky është një pozicion tjetër që nuk është ideal në qoftë se ju po kërkoni që të shmangni rrudhat, plus që ju mund ta poziciononi qafën në një qëndrim jo komod dhe gjithashtu të ndjeni më pas dhimbje. Vendosja e jastëkëve mund të ndihmojë gjithashtu në zvogëlimin e gërhitjes dhe nga ana tjetër simptomat e apnesë së gjumit. Këtu ne do t'ju tregojmë akoma recetën e cila do të trajtoj pagjumësinë fal çaj të bananes. Stresi i përditshëm ka ndikim në orët e gjumit dhe në cilësinë e tij. Nga ana tjetër, pagjumësia mund të shkaktojë probleme serioze në shëndet, ndaj orët e pushimit të natës duhet të kthehen në prioritet për çdo që ka orë të lodhshme pune. Ato të cilat kanë probleme me pagjumësinë duhet të provojnë me patjetër çajin e bananeve të zjera. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe siguron qetësi. Sigurohuni që të përdorni 100% banane organike të cilat janë të pastra nga kimikatet dhe njëkohësisht pesticidet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe njëkohësisht një shkop kanellë. Përgatitja: së pari ju duhet që të prisni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvozhgën. Lëreni të vlojë për plot 10 minuta dhe pastaj kalojeni në një kulesë. Shtojini pak kanellë dhe pijeni para se të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur ju mundet ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë edhe për të trajtuar të gjitha problemet me gjumin. Ajo është plotësisht natyrale dhe njëkohësisht e natyrshme, e sigurt dhe e dobishme. Këtu ne do t'ju tregojmë recetën e pijeve të cilat do ju ndihmojnë të trajtoni pagjumësinë. Ka raste që për shkak të stresit dhe lodhjes së ditës kur bien të flem, nuk na zë gjumi. Në rastin e të rriturve rekomandohet që ata të flenë 7 deri në 9 orë rresht që trupi dhe mendja të jenë gati për ditën pasardhëse. Sidoqoftë, nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që, për fat të mirë, ekzistojnë ilaçe natyrale që mund t'ju ndihmojnë që t'ju zërë gjumi më shpejt. Këto janë disa nga pijet që do ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të lehtë. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila ne na jep ndjenja lumturie dhe mirëqënieje. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi është e aftë që të zgjojë gjumë edhe për ata të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji i mentes. Çaji i mentes gjithashtu lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Duke çliruar muskujt, mentja gjithashtu zvogëlon intensitetin e tyre duke i lejuar trupit të pushojë siç duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm i cili ju mban juve nën stres, ky çaj është një opsion i shkëlqyer për t'u marrë parasysh. Lëngu i qershisë. Lëngu i qershisë, si qumshti, përmban triptofan, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe njëkohësisht është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar kështu më shumë orë pushim gjatë natës. Qumësht kokosi. Qumshti i arrës të kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale të cilat janë të afta që të relaksojnë muskujt tuaj dhe të sigurojnë një gjumë më të mirë.
Përveç kësaj, ato zvogëlojnë presionin e gjakut dhe ëndjen në veshka. Falë sasisë së madhe të elektroliteve natyrore e ndihmon trupin tuaj të ekuilibrohet dhe njëkohësisht të relaksohet. Smoothie bananeje me qumësht bajame. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti gjithashtu ka një efekt qetësues i cili funksionon në një mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve njëkohësisht e mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!